Të nderuar teleshikues, për shqiptarët e Kanadas dhe jetën e tyre komunitare, kudo flitet me një respekt të veçantë, jo vetëm në vendet tona, pra Shqipëri, Kosovë dhe kudo ku ka shqiptar, por edhe në diasporë. Nuk do të ndalem në arsyet, por padyshim që një meritë të madhe kanë edhe artistët shqiptaro-kanadez. Rasti i 100 vjetorit e solli që më të mirët e tyre, dhe këtu kam parasysh instrumentistë dhe këngëtar, valltar dhe balerin, aktor dhe regjizor, të vjetër dhe të rinj, u mblodhen për herë të parë në një numër rekord në një skenë të përbashkët, dhe që është më rëndësishme si vullnetar. Merit të jashtëzakonshme këtu ka në radhë të parë shoqata e Torontos, si dhe grupi artistik i përbërë nga artistë shumë cilësor dhe të përkushtuar. Për ta sjellë te ju sa më të plotë atmosferën e koncertit, përveç disa klipeve nga shfaqja, të cilat do t'i ndiqni në vazhdim, unë zhvillova edhe një bisedë me 5 njerëzit që i gjykova si kyç të suksesit të kësaj shfaqjeje shembull. Ata janë doktoresh Ruki Kondaj, presidente e shoqatës, regjizori i shfaqjes Ervin Meço, koreografi Ramazan Këllezi, drejtuesja e korit të fëmijëve Ina Xoza dhe drejtori artistik i këtij koncerti Jani Papadimitri. Ruki, në radh parë përgëzime për organizimin e shkëlqyer, aq më tepër që ky koncert u mbajt vetëm disa ditë pasi humbët babain tuaj të shtrenjtë. Si e ka përcyer këtë moment? Siç më thatë, kjo erdhi në një moment shumë të vështirë, sepse unë papritur humba baban dhe aty pash, domethënë që ndjenja e detyrës duhet të dalë mbi gjithçka. Drejtorit artistik, profesor Janit Papadimitrit, para ca ditësh që ndodhi një vdekje dhe më bëri përshtypje shumë të madhe. Atë ditë ne kishim provat e fëmijët, dhe ai menjëherë ul në piano dhe bëri prova me fëmijët. Më mbushën syt me lot dhe thash domethënë që kur është ndjenja e detyrës, domethënë çdo njeri duhet të bëjë detyrën. Dhe pak ditë më vonë më ndodhi për vete dhe kështu që e përjetova në të njëjtën situatë. Nuk mund të them shpeshherë, por në disa raste kam dëgjuar mes njerëzve që ngrinin pyetjen pse u zgjodh koncerti në skenë dhe jo darka në banket hall. Çfarë përgjigje keni për këta njerëz? 100 vjetori është një ngjarje që një herë vjen. Dhe 100 vjetori, domethënë, jo vetëm në Kanada, por në tërë botën u festua me madhështi. Kryesisht shoqata se mendoi që këtë 100 vjetor ta festojnë në mënyrë dinjitoze. Duke pasur fatin e madh që u mobilizuan kaq shumë artistë, ne menduam të bëjmë një koncert, sepse nuk mund të bësh koncert me një darkë në banket hall. Asnjëherë nuk mund të dëgjosh, domethënë, koncertin duke ngrënë bukë. Ne kemi eksperiencën e vitit kaluar që ishte një koncert, jo i për masave të tilla, po një koncert shumë i mirë që njerëzit që ishin nga fundi nuk dëgjuan fare. Pra, një koncert madhështor që ngjan me ato koncertet zyrtare që bëhen në Shqipëri dhe me të njëjtat përmasa dhe me të njëjtin nivel, mund të them që absolutisht nuk mund të bëhet në banket hall dhe vetë koha e tregoi që bëri një sukses jashtëzakonisht të madh dhe ka ngelur shije të mirë të gjithë njerëzve, tregon që ne pas kemi thyer një mit. Shkundu prunit pra shqipni, ngreje valin si mërnesh, se me djenë që ti ngrofë gjithë, nuk mund quesh, jo robnesh. O flamur qak, o flamur shkar, o vete vatër o nën e par, lagur me lot, djegur me flar, flamur i kuq, flamur i thi. Ervin, në fillim desha të përgëzoj për punën e madhe dhe cilësore. Koncerti shkoi fjoll, pati ritëm, gjallëri dhe deri në fund erdhi në ngritje. Dhe për gjitha këto merita është padyshim edhe e juaja. Si u ndjet gjatë gjithë kohës që përgatiteshit dhe veçanërisht gjatë shfaqjes? Duhet keni qenë i tendosur apo jo? Sigurisht. Një përmarrje aq e madhe ka të paprirët e veta që ti nuk e di se si do shkojë, po unë isha konfident që shfaqja do shkonte mirë. Duke parë nivelin e lartë, me thënë të drejtën, kishim pak shqetësime për zgjatjen e koncertit, për pjesën klasike që mendon që mos ishte pak e gjatë, por ajo prit shumë mirë nga publiku sepse mbi të gjitha kishte cilësi shumë të lartë. Kishte cilësi interpretimi, kishte cilësi pjesësh, ishte zgjedhja e profesor Janit që për mua ishte shumë e mirë, çdo gjë ishte pjesë shqiptare që ishte në frymën e 100 vjetorit, dhe kjo bëri që publiku ta pëlqente. Po siç thash, cilësia ishte shumë e mirë dhe për këtë koncerti nuk bëri as një bark, as nuk bëri zvarritje dhe njerëzit ishin shumë të mirë. Çelësi i suksesit të shfaqjes ishte një apo ishin disa? Ishin shumë. Një koncert i tillë ka nevojë për një fill, si të thuash, një përmbajtje, dhe përmbajtja ishte gati. Në atë drejtim ne nuk kishim për të bërë shumë, sepse dije që ishte 100 vjetori i pavarësisë, ishte flamuri, ishin të gjitha traditat e popullit shqiptar e tjera që nuk ka nevojë të përmendim këtu. Kështu që filli, baza ishte. Tani çdo gjë duhet të bashkangjitej mbi këtë bazë. Ta erdhi shumë natyrshëm me fëmijët, zonjën Nina që punoi jashtëzakonisht mirë,
me grupin polifoni, me këngëtarët e muzikës popullore, me koreografinë e profesor Ramazanit, me fëmijët. Gjithë aktorët në shumë natyrshëm dhe ju bashkangjitën këtij boshti artistik. Ramazan, ju kishit një rol shumë veçantë, por edhe të vështirë në koncert. Numrat e valleve të fëmijëve. Them rol i vështirë për vetë mungesën e përvojës së fëmijëve, si dhe numrin e madh të tyre në skenë. Si i ka përcyer këto vështirësi? Natyrisht vështirësi ka, sepse ato janë fëmijë që janë të lindur në Kanada, disa prej tyre, por dëshira e madhe që ato kanë për të mësuar vallën popullore dhe për të interpretuar vallën popullore, bëri të mundur që ne të realizonim me sukses. Siç e thatë dhe ju, numri i fëmijëve ishte i madh. Aty janë fëmijë të grup moshave 6 vjeçare, 10 vjeçare dhe 14. Kështu që vështirësia ishte edhe për mua në mënyrën se si do t'i organizoja për të arritur atë sukses që arritëm. Për të realizuar një numër me sukses, duhet nuk është vetëm një komponent, nuk është vetëm koreografia. Është baza natyrisht, por nuk është vetëm ajo. Duhet të kesh një muzikë të gjetur, dhe për këtë falenderoj DJ-in Andi Ali Mehmeti, por edhe zonjën Luciana Beqo, e cila nëpërmjet montazhit filmik bëri të mundur dha idenë e Shqiponjës krenare që fluturonte dhe ndalonte në çdo qytet të Shqipërisë, Kosovës, të Maqedonisë, ku jetojnë shqiptarët, kështu që u krijua në tërësi një atmosferë shumë e bukur dhe e lehtësoi punën time. Ramazan, në një farë mënyrë në këtë koncert stega u ngrit shumë lart, në kuptimin që ju e arritët spektatorit shqiptaro-kanadez pritshmërinë për diçka tjetër të madhe. Keni energji dhe forca të tjera krijuese për ta mbajtur këtë nivel të lartë artistik, si mendoni? Forcat nuk më mungojnë, dëshira nuk më mungon. Fëmijët janë të gatshëm që të mësojnë, edhe unë mbas asaj dite që ne dham koncertin dhe nesër kishim prova në orën 11 dhe asnjë nga fëmijët nuk mungoi. Kështu që ky është një tregues i mirë që ne do ta vazhdojmë këtë punë. Nuk besoj të shkëputem, është pjesë e jetës time, s'ka se si ndodhi ndryshe. Ina, ju jeni një emër i ri në rrethet artistik shqiptar të Torontos, por paraqitja juaj në koncert me fëmijët këngëtar që një nga të papriturat më të këndshme. Më thoni, sa e vjetër ose sa e re është lidhja juaj me këngën? Lidhja ime me këngën fillon që në klasë të parë, kur unë kam qenë në klasë të parë dhe kam përnduar në festën e 1 majit në podiumin e sheshit të Sarandës, këngën shkoi në klasë të parë. Ishte hapi i parë drejt këngës, pastaj jam angazhuar me festivalet e rrethit Sarandës. Më vonë kam marrë mësime pianoje për vite me radhë nga profesori Thamagjoni, që ka qenë më i dashuri për mua, dhe kam marrë pjesë në orkestrinën e Shtëpisë së Pionerit, ku unë isha me veglën e pianos. Kjo ishte një nga arritjet e mia më të suksesshme që më lidhi dhe me këngën edhe me instrumentin. Dhe më vonë vazhdova deri në klasën 6-7, e ndërpreva për një farë kohe, por pasionin gjithmonë e mbajta. Edhe sa kohë ju desh ju t'i përgatitni këta fëmijë këtu në Toronto? Gati 3 muaj. 3 muaj më është dashur për të përgatitur në shtëpi. Në shtëpinë time. Në shtëpi? Në shtëpinë. 22 fëmijë goca dhe 2 çuna të orkestrinës. Ju jetoni në një kondo apo jo? Në një kondomin, po. Po si arrinit, si organizonit ka shumë fëmijë në një hapësirë relativisht të ngushtë? Është dëshira që kam dhe pasioni për të përgatitur ta fëmijë. Në fillim unë fillova me fëmijët e mi, i kam mësuar 3 këngë shqip dhe ata kënduan në 99 vjetorin e pavarësisë, në festën që organizuan nga shoqata shqiptaro-kanadeze e Torontos. Kënduan 3 këngë nga filmat shqiptar. Me thënë Olivia këndoi Goca ime dhe Çuni me të 2 me vegla, si një orkestrinë e vogël. Dhe më vonë mendova, thash, përse të mos mësoj dhe një grup fëmijësh nga lagja, kështu që të gjithë të kenë mundësinë të mësojnë shqip.
Mes të koncertit ju u nderuat me një çmim shumë të lartë, akorduar nga guvernatori i përgjithshëm i Kanadas, çmimi Diamant, dhe jepej me rastin e 60 vjetorit të mbretërimit të Elizabetës. Çfarë është ky çmim për ju? Ç'do të thënë ka? Ky çmim është një vlerësim shumë i lartë, është një nder dhe respekt, jo për mua, vetëm për mua si individ, po është një nder dhe respekt që i bëhet komunitetit shqiptar në Kanada. Që jepet një shqiptare dhe i jepet komunitetit shqiptar, kjo tregon që ne jemi të njohur në strukturat kanadeze, jo vetëm në Ontario, por edhe në Kanada. Dhe kjo është një vlerësim jashtëzakonisht i lartë. Unë e vlerësoj një vëmendje shumë të madhe ndaj komunitetit shqiptar. Dhe vetë në fjalët e tyre, qoftë ministri, qoftë antari i parlamentit të Kanadas, për multikulturalizmin tregojnë që janë shumë të njohur me aktivitetin e komunitetit shqiptar në Kanada. Jani, mirë se gjitha. Mirë se ardhe. Ç'tregon kjo për shqiptarët e Kanadas, në mënyrë veçantë për ata që jetojnë pelgën e Torontos? Pra këto shifra, kaq shumë artistë dhe kaq shumë cilësi. Po unë mendoj që është grumullim i rastësishëm apo është do shta duhesh një rast i madh që gjithë ta njerëz që bëjnë veprimtarirat të veçanta edhe privatisht të mblidheshin në një natë. Dhe këtë nuk do ta bënte më bukur se sa kryesia dhe do të thesha zonja Ruki Kondaj. Mendoj që meriton një lavdërim të veçantë, për arsye se me të vërtet ju përkushtuan në një mënyrë domethënë shumë vetmohuese këtij koncerti, dhe një nga meritat kryesore domethënë që u bë ky koncert është e saj.